Natyrisht që është një avancim, një zhvillim serioz i asaj që po ndodh tashmë në vendimarrjen e gjykatës posaçme pas kërkesës së prokurorisë. Ne po shohim ato çfarë kishim parashikuar, le të them, se këtu është maja e icebergut që po dal, po tash po del zyrtarisht. Miliona euro, 10 milion, ndoshta edhe 100 milion euro dhe janë vetëm 3-4 aktorë të përmendur, ndërkohë që hetimet vazhdojnë, do të jenë më thellura dhe unë besoj do ketë emra të tjerë do të shtohen listës asaj që kemi lexuar deri tani, ku shohim që në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, pra në mes të qyteteve ku ligëshyerja hetimore, policore, e shërbimeve, agjencisë zbatimit të ligjit është teorikisht, le të themi, aty investimet, pastrimi i parave, grupet kriminale punojnë se kur të ishin institucione shtetërore, punojnë se kur të ishin ata drejtuese të qeverisë, ata drejtuese të bashkisë, ata drejtuese të policisë. Ndërkohë këtu kemi, si por ironin fat, kishim edhe një llogari të sekuestruar, ishte edhe një tender për SPAK, vende punim le të themi për mbrojtjen kibernetike të strukturës posaçme, edhe këtu ishte ky subjekt, fokusin e hetimit për shkel bazisë në tendera, pra edhe parateve të SPAK-ut që në rritën e SPAK-ut. Shkuar më tej tek emrat le të themi Lusegasi apo Lina Karçana, Beqiri, pra le të themi oligarkët e këtij investimi të brendshëm qeveritar. Shenë domosdoshmë le të themi si përrini të fatet deklaratat e përsëritura të shpeshta që unë do të shihja si një ushtrim të ndikimit paligjshëm të kryeministit Rama në adresë të hetimit, po e theksonte se drejtori Shahashi ishte njëri i lodhur, një fakt që mbezdijet tonë ja dikte në fund të muajit, me qira, pa makinë, pa kuc, gjëra të kësaj gjëra të tjera të kësaj natyre të përcjella nga kryeministri, ndërkohë që na dalin që zonja merrte pakot të shpeshta euro, ishte disa mesa me vlera miliona euro, pra a duhet që struktura posaçme ta thrasë dhe kryeministri të dëshmojë për këtë dieni ose mos dieni, ose për këtë ndikim le të themi në deklaratat e tij publike të shpeshta, të përsëritura.